Ish banorja e Big Brother VIP 5, Stelina, ka reaguar së fundmi për ndarjen e shumë përfolur mes Caseyt dhe Inës, një histori që ka bërë xhiron e rrjeteve sociale dhe mediave roz. E ftuar në emisionin Një Diell në rubrikën Trotuar, ajo u përball me pyetje direkte në lidhje me deklaratat e fundit të Caseyt për fundin e marrëdhënies së tij. Stelina pranoi se ishte në dijen të lajmit, por jo sepse e kishte ndjekur me interes, përkundrazi, ajo theksoi se gjithçka i ka ardhur në mënyrë të vazhdueshme nga ndjekësit në Instagram. Ma kanë quar gjysma e Shqipërisë në Instagram. Ka shumë gjëra që lidhen me ta dhe mi dërgojnë vazhdimisht, dhe kjo më shqetëson deri diku, u shpreh ajo. Ajo la të kuptohet se kjo situatë e vendos shpesh në pozitë të pakëndshme, pasi nuk dëshiron të jetë pjesë e një historie që i përket së kaluar së saj. Stelina theksoi se ka qenë gjithmonë e qartë në daljet publike, nuk ka më asnjë lidhje me Caseyn dhe jetën e tij personale. Me tone të qeta, por të drejtë për drejta, ajo kërkoi indirekt nga ndjekësit dhe publiku që të respektojnë këtë distancë dhe të mos se përfshinë në zhvillime që nuk kanë të bëjnë me të. Kujtojmë se historia mes Stelinës dhe Caseyt ka qenë një nga më të komentuarat në ekran, duke nisur fillimisht në përputhen dhe më pas duke vijuar në shtëpinë e Big Brother VIP, ku marrëdhënia e tyre mori edhe më shumë vëmendje.